Çfarë do të sjellë takimi i paralajmëruar midis kryeministrit Mickoski dhe liderit të BDI-s Ahmeti? Ky takim, siç dihet, u dakorduar në takimin e liderëve, por edhe pas një jave ende nuk është përcaktuar se kur dhe ku do të mbahet. Ahmeti në Klik Plus në Televizion 21 zbuloi se ka pasur një takim me Mickoskin edhe në 100 ditët e para të qeverisë, ku, siç theksoi, ishte dakorduar që bashkë me zgjedhjet lokale të mbaheshin edhe ato të parakohshmet parlamentare. Megjithatë, siç shtoi ai, Mickoski e ndryshoi qëndrimin. Në takimin e ardhshëm më pas, nga ana e Mickoskit janë prezantuar dy opsione, por që për Ahmetin nuk kanë qenë të pranueshme. I pyetur se kur do të mbahet takimi i ri i paralajmëruar, Ahmeti me përgjigje. Tani është çështje kohë. Ju dhe ftoni apo ai prisni ai t'ju ftojë? Është domosdoshmëri. Nëse ai e vonon thirrjen, sigurisht e thirrji unë, e maj për fjalë. Sepse jemi dakordu që të ulemi të bisedojmë. Janë tema me rëndësi për shtetin. Dhe unë nuk do shndrohem unë tani në kujdestar të paqes dhe stabilitetit. Mickoski që në takimin e liderëve tha se data nuk është caktuar dhe nuk tregoi se cilat do të jenë temat e bisedimeve. Për ndonjë datë konkrete nuk konfirmojnë as nga ВМРО ДПМН. Normalno je predstavitelji na politički partiji, to je delo od njihova работа da se srećava, međutim konkretno za ova sredba se ušte nema oficijalni informaciji koga bi se slučilo i za što bi se raspravalo. Jo zyrtarisht, Ahmeti do të vendosë në tavolinë kërkesën për zgjedhjen e qeverisë me badenter, si dhe vendime që do të merren në gjykatën kushtetuese për ligjet me shumicë të dy fish gjithashtu të jenë me badenter. Ahmeti në Klik Plus theksoi se BDI-ja nuk është interesuar që të bëhet pjesë e qeverisë, pasi siç tha, kjo temë është bërë si në pazar. I pari integristëve foli edhe për takimin me Filipçen në dhjetor në Tetov. Tha se ka marrë ofertë prej tij për të formuar një front opozitar europian, por që e ka refuzuar me arsyetimin se nisma të tilla ka pasur edhe më parë dhe kanë rezultuar të pasuksesshme. U ngrit edhe kjo temë, u ngrit çështja e frontit të përbashkët evropian, Sharova që kem pas ta iniciativa më herët, kanë rezultuar të pasuksesshme si iniciativa. Si duket, akoma është herët, akoma e ke këtu njerëzit e ndarë në Shqiptar, Maqedonas, parti politike shqiptare, parti politike Maqedona. Filipçe mohon se ka pasur bisedë për ndonjë koalicion. Gledajte, za koalicija ne smo razgovarale, točno je дека освен за некои аспекти на локалната самоуправа во Гостивар, јас помнав во тој состанок и наши загрижености. И му ги пренесов на председателот Ахмети нашите загрижености. Немаше иницијатива никаква за формирање некаков фронт, затоа што нема избори. Нема зашто да се разговара. Në lidhje me takimin e paralajmëruar midis Ahmetit dhe Mickoskit, kryetari social-demokrat vetëm tha se çdo kush mund të takohet me KDO.